Të nderuar besimtar, mëshira është mirësi e Allahut të madhëruar, i cili me mëshirën e tij e zbriti Kur'anin në muajin e bekuar të Ramazanit, gjithsesi në natën e madhe të Kadrit. Kur'ani është mëshirë, e zbritur te pejgamberi i mëshirës në muajin e mëshirës së madhe. Pejgamberi ynë, Muhamedi alayhi salam thotë: "Awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun min an-niran." Fillimi i këtij muaji është mëshirë, mesi është falje mëkatësh, e fundi shpëtim nga zjarri i xhenemit. Në të gjitha adhurimet e Allahut xhelle shanuhu ka urtësi dhe të mira të shumta, si namazi, agjërimi, zekati dhe haxhi, ku dobit e tyre janë si në aspektin shpirtëror, në aspektin edukativ edhe në aspektin shoqëror. Prandaj, edhe ky muaj i bekuar i Ramazanit ka të mira të shumta. Një prej atyre të mirave është edhe falja e mëkateve. Falja e mëkateve në këtë muaj të bekuar. A thua vallë sa mëkate fali Zoti i Madhërisëm? Për këtë askush nuk e di, post madhi Zot. Mirë po, i lartësuari në Kur'an na thot: Bismillahirrahmanirrahim, inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Që do thot në gjuhën shqipe, Allahu i Madhërisëm fal shumë mëkate, sepse ai është shumë falës dhe shumë i mëshirshëm. Ku nëse i lexojmë hadithet e pejgamberit alayhis salam për faljen e mëkateve, ato janë të shumta. Mirë po, ne do t'i përmendim vetëm 3 që ekskluzivisht kanë të bëjnë me muajin e Ramazanit. Thot pejgamberi alayhis salam: "Men sama Ramadane", hadithi tjetër: "Men qama Ramadane", dhe hadithi tretë: "Men qama lejletul kadri", kush e agjeron muajin e Ramazanit me besim dhe bindje të plotë dhe me llogari në shpërblimet e shumta të madhit Zot, gufire lehu ma taqaddama min dhanbi, i falen mëkatet e mëparshme. Hadithi i dytë: kush falet në muajin e Ramazanit, është fjala për namazin e taravis. Dhe hadithi i tretë: kush falet në natën e Kadrit. Nëse vetëm këto 3 hadithe na mjaftojnë, a mos jemi të lumtur? A mos ta falenderojmë Zotin e Madhërisëm për mëkatet tona, për faljen e mëkateve, dhe gjithashtu a jemi të gatshëm për të falur? Të nderuar besimtar, nga kjo që e tham, shtrohet pyetja: a thua vallë Zoti i Madhërisëm vetëm në muajin e bekuar të Ramazanit po fal ka mëkate dhe nuk fal jashtë Ramazanit? Jo. Allahu i lartë Madhërisëm fal mëkate në çdo kohë, në çdo vend dhe në çdo periudhë. Pejgamberi ynë Muhamedi alayhis salam thot: "Es-salavatul khams wal jum'atu ila al-jum'a", 5 kohët e namazit, xumaja deri në xumën tjetër, Ramazani deri në Ramazanin tjetër, janë larëse, janë shlyrëse, janë falëse e mëkateve nëse jeni ruajt prej mëkateve të mëdha. Prandaj, po pse muaji i Ramazanit falën mëkate më shumë? Allahu alem, po për hir të zbritjes së Kur'anit, Zoti i Madhërisëm e ka veçuar këtë muaj me një ibadet shtesë, me agjërim, me qëllim që të na falen mëkatet. Prandaj, a duhet të jemi të kujdesshëm që mos na ikin këto momente shumë të vlefshme, se Zoti na rujt. Nëse na ikin, atëherë i kemi 2 lutje të 2 krijesave më të rëndësishme. Lutjen e Xhibrilit alayhis salam dhe të Muhammedit alayhis salatu wassalam. Kur Xhibrili i thot pejgamberit: "Regime anfur rajulin", qoftë i nënçmuar ai person, ai njeri i cili e arrin muajin e Ramazanit dhe e përfundon muajin e Ramazanit, edhe nëse nuk i fshihen gjinohet, qoftë larg mëshirës së Allahut, thuj amin, thash amin. Të nderuar besimtar, shumë të respektuar agjërueshëm, në këtë ditë të faljes, të lutemi
që na i falë Zoti Madhreshëm mëkatet. Të lutemi për vete, për prindërit, për fëmijët dhe për të gjithë muslimanët. Inshallah Zoti na i falë mëkatet tona.